Në këtë pjesë të tretë, më të në informacion, do të flasim për një inxhinier të shquar që u nda nga jeta vetëm pak ditë më parë. Bëhet fjalë për Ismail Ahmetin, një nga inxhinierët më të shquar hidroteknik, ikone energjetikës shqiptare. Për të folur mbi veprën e tij, kënaqësi kam të kem në studio një nga inxhinierët e stafit të punimeve, zotin Luka Lukani. Faleminderit që jeni me ne. Inxhinier, si e kujtoni ju zotin Ismail Ahmeti? Dhe nëse mund të di pak, si jeni njohur me të dhe cilat ishin, po themi, cilësitë profesionale më të spikatura të tij? Me zotin Ismail Ahmeti jemi njohur në hidrocentralën e Fierzës, kur ne të sapo emëruarit, inxhinierët e rinj, morëm detyrë, shkon aty. Dhe ai ishte krye-inxhinieri i ndërmarrjes në atë kohë. Na priti me një ngrohtësi të jashtëzakonshme, me një komunikim shumë të mirë. Ky ka qenë takimi i parë. Pastaj më tej në hidrocentralën e Fierzës edhe të Komanit, zoti Ismail Ahmeti ishte drejtori i përgjithshëm. Neve kemi qenë inxhinier tashmë me i farë përvojë që u ndam në për sektorë të ndryshëm të hidrocentralit. Pa të parasysh hidrocentrali kishte rreth 11.000 veta dhe 11.000 punonjës, është një numër shumë i madh. Stafi konsiderueshëm. Një numër shumë i konsiderueshëm. Kështu që edhe stafi inxhinier teknik ishte i madh, relativisht i madh. Më tej pasaj mbas viteve 90, zoti Ismail Ahmeti para viteve 90 erdhi si ministër i ndërtimit dhe mbas viteve 90 në kohën e që thushë ndrimit dhe sistemit, zoti Ismaili kaloi në aktivitet privat. Unë në atë kohë isha i emëruar në Ministrinë e Transportit dhe Komunikacioneve, mbuloja drejtorinë e investimeve dhe zyrat i kishim afër, kështu që si të thuash krijuam një miqësi që ishte ndryshme nga ajo lloj njohje që kishim hidrocentrale. Pra ishte më afër. Jo e përmendët në fakt që zoti Ismaili drejtoi disa nga projektet më të rëndësishme energjetike të vendit, përfshirë hidrocentralin e Fierzës të Komanit. Si e keni përjetuar ju atë periudhë dhe me çfarë përgjithësish punohej në atë kohë për vepra të mëdha të rëndësishme kombëtare? Shiko, mua më duhet të sqaroj diçka dhe doja të thoya që në fillim këtë që marrëdhëniet tona në hidrocentral ka qenë marrëdhënie ndërmjet një drejtuesi dhe neve stafit që kryenin punimet. Zoti Ismail Ahmeti ka pasur miqësi dhe bashkëpunëtor të afërt, të cilët një pjesë jetojnë dhe një pjesë nuk jetojnë, dhe do të ishte mirë që ata që jetojnë sot, që unë të përmend vetëm disa emra. Po, patjetër. Inxhinier Gzim Struga, një projektues jashtëzakonisht i talentuar i tuneleve të hidrocentralit, apo si zoti Skënder Kosturi, inxhinier projektues i mjaft i mirë dhe nëndetor i hidrocentralit Komanit, e tjerë, se tash më vinë emra të gjithë, po domethënë që mund të flisim për më në detaj për marrëdhënien në kohën e ndërtimit të hidrocentralit. Unë si e kam njohur, si kemi bashkëpunuar. Tash duhet të sqaroj gjë që ndërmarrja e ndërtimit të hidrocentraleve ka pas një organizim ushtarak. Domethënë ka qenë sikur të ishte një shtet kaq strikt. Shumë i rregullt. Rigoroz. I pajisur me të gjitha elementet, domethënë që nga shërbimi shëndetësor, që nga shërbimi social, domethënë mencat, dyqanet gjatë, siç kanë qenë atëherë, që nga teknikumi i ndërtimit që ishte aty, domethënë që ne jepnim edhe mësim aty nganjëherë. Edhe pasaj ndaheshin si mas përgjegjësive. Domethënë unë kam punuar në sektorin e tuneleve, kam pasur sektor tunelesh. Ne në duhet merrem vendimet vetëm. Ishte tamam si një betejë, domethënë. Ti kishe atë tokën tënde që të bënte punimet dhe ti drejtoje dhe nuk kishe kohë që ti të merrje vendime duke pyetur, duke vendimet e merren çast. Dhe natyrisht që vendimet e mëdha i merrte drejtori i madh, apo jo. Dhe përgjegjësinë përsëri kishte drejtori i madh. A kanë qenë sakta këto? Patjetër që kanë qenë sakta. Përderisa monumentet janë aty. Kështu që e ka dëshmuar koha cilësinë e punimeve dhe përgjegjëshmërinë. Ndërtimi i kaskadës së Drinit konsiderohet si një nga arritjet më të mëdha inxhinierike në Shqipëri. Cili është kontributi konkret i zotit Ahmeti në projektimin dhe zbatimin e pikërisht të kësaj kaskade?
Shikoni, projekti zakonisht, unë jam marrë dhe vetë me hartime projektish, në gjatë kësaj kohe. Projekti është edhe fjallë e ka projekt, do më thënë që është diçka e hartuar e llogaritur, si mbas ai investigimeve në terren, mirë terreni gjithë ndryshon. Është ndryshon. Nga ajo që ti nga ajo që bën në letër, po themi. Prandaj në gjuhën ndërkombëtare në anglisht që kemi ne, quhet projekti final quhet as-built drawing, që do thotë projekti siç është ndërtuar. Kështu që gjatë ndërtimit patjetër që bëhen ndryshime, bëhen ndërhyrje me bashkëpunim me projektuesin, por edhe nga vetë ndërtuesit aty. Kështu që kontributi i zotit Ismail Ahmeti nuk mund të shfaqet në një element. Janë shumë elementë. Dhe janë kaq shumë sa nuk mundesh që ti gruposh e ti thuash për 2 minuta. Po padyshim që është një kontribut goxha. Ju folet në fakt për marrjen e vendimeve, edhe në momente kur duheshin marrë vendime teknike për ndërtimin e digave, hidrocentraleve, aq më tepër, marrë parasysh vitet përpara viteve 90, kur kujdesi duhet ishte edhe shumë më i madh edhe sa i takon pjesës politike. Sa guxim profesional dhe përgjegjësi kërkon të kjo vendimarrje teknike? Nga të gjithë ju, por sigurisht koka është ajo që mban përgjegjësinë më të madhe. Patjetër. Puna jonë është punë në ekip. Këtu nuk mund të punohet me, nuk është një individ që i bën, gjithë është punë në ekip. Merita e atij që drejton ekipin është patjetër shumë e rëndësishme. Sepse edhe vendimet madhore dhe gjë i merr ai. Kështu që patjetër që zoti Ismail Ahmeti ka qenë nga i cili kemi mësuar ne, se dhe ne nga i mësuan. Ka qenë shumë i saktë në vendimarrjen e tij, domethënë shumë preciz, shumë i vendosur në çdo lloj vendimarrje. Vetë fakti që hidrocentralet edhe sot e kësaj dite me gjithë shkatërrimet që janë bërë në Shqipëri, i ekzistojnë ashtu siç i kemi lënë në atë gjendje. Janë monumente të kulturës, të natyrës. Është arkitekturë e natyrës. Është ajo që ne kemi transformuar. Pra, vetë fakti që ato qëndrojnë siç ishin atëherë, tregon që puna e bërë, vendimet e marrë kanë qenë më së sakta. Shkolla e Inxhinierisë Shqiptare ka nxjerrë emra që realizuan vepra madhore dhe të rëndësishme. Çfarë bën të atë sistem arsimor kaq cilësor? Çfarë, më falni që nuk e... Çfarë bën të atë sistem arsimor atëherë që nxirrte inxhinier kaq të mirë që realizonin vepra kaq të rëndësishme, cilësore që edhe sot i rezistojnë kohës? E kuptova. Çfarë bënte? Është pak thuar çfarë bënte. Stafi pedagogjik që na ka arsimuar ne, na ka mësuar ne, ka qenë me eksperiencë, ka qenë njerëz shur, me eksperiencë në ndërtim edhe në projektim. Pra me disiplinat veçanta. Ne si studentë mësonin që atëherë, që në atë sistem që inxhinieri kur shkon në zbatim, do t'japi një urdhër, një vendim ti që do e marrë në moment. Edhe nëse e ka të gabuar, do t'a lërë 10 minuta të qerë kore, pasaj do e ndërruaj. Që të ruaj autoritetin e ti ka shqip masës që drejton. Dhe thonë, disiplinat ka qenë, ta të si shembull, se disiplinat ka qenë nga më të ndryshme. Pra, arsimimi ka qenë jashtëzakonisht i mirë, shumë i saktë, metodologjia ka qenë natyrisht, ka qenë lindore, ka qenë ruse. Sa do ju pyesja në fakt, orientimi, pedagogët tuaj kishin arsimim jashtë kufive të Shqipërisë, juve ju ofroje mundësia që të merrnit eksperjenca edhe jashtë me ato vende ku sistemi kishte marrëdhënie, kuptohet? Natyrisht ka qenë të kufizuara, po ne na ofroi mundësia që të studionim me literaturë të huaj. Për shembull, unë kam studiuar në fakultet mekanikën teorike, një nga lëndët, në metodologji ruse, po e përkthyer në anglisht, nga Instituti Lermontov që kanë ato në Moskë, dhe ishte jashtëzakonisht saktë. Domethënë, mësim metodologjia ishte ruse. Po dihet që rusët janë nga ndërtuesit më të mirë, janë nga ndërtuesit më të mirë. Kështu që edhe ajo metodologjia bazoi kryesisht në arritjet e tyre, po ka qenë saktë. Normalisht ka qenë saktë. Nëse bëjmë një, po themi, krahasim
me mënyrën se si formoheshin inxhinierët e ardhshëm atëherë dhe me atë se çfarë ju ofrohet sot studentëve të inxhinierisë në nivel profesional të fushës suaj. Ka diferenca? Ka shumë diferenca dhe shiko, si çdo gjë që po ndodh sot në shoqërinë tonë. Nëse në atë kohë ndërtoheshin vepra të mëdha që nuk u ndërtohen në këtë sistem, sepse ekonomia ishte e përqendruar dhe punon dhe gjithë ekonomia për një hidrocentral. Atëherë edhe baza për të rinu këta inxhinierët e ri që dilnin, edhe për të kualifikuar më tej në punimet, sepse teknologjia ndërtimit ka qenë në këto vepra ka qenë e lartë, e kupton? Ekzistonte dhe ne kemi shkuar edhe praktikat mësimore, kemi edhe mbas mbarimit të fakultetit, kemi bërë praktikën një veçare në hidrocentrale, pra kishim element se ku mund të mësoni dhe të përsosesim më tej. Sot realisht këto vepra punojnë. Sot ne jemi fokusuar te kullat, te objekte që janë për mua janë të parëndësishme. Ka kapacitete Shqipëria për të ndërtuar hidrocentrale si ato që janë ndërtuar dikur? Dhe nëse po, si ndërtojnë hidrocentralet e ditëve të sotme? Mbi çfarë kritere? Natyrisht ka kapacitete, sepse sistemi hidrik shqiptar është studiuar i tëri nga Instituti nr. 3 atëherë. Dhe është studiuar lumi Vjosa për shembull, që do të bëhesh një. Sot për arsye ekologjike u ndërprer, nuk u bë asnjë gjë. Ishte projektuar përfundimi i kaskadës me lumin Drin, sepse ishte skavica për të vënjishit e dyshit. Domethënë, ai më pak më i vogël dhe më i madh fare. Po ishte në kuadrin e ekonomisë asaj kohe, se ekonomia të përqendruar me ato lloj mundësi që kishim atëherë. Sot ka dhe mundësi tjera që janë për shembull edhe kjo energjia solare, që si thua plotson pak a shumë nevojën për energji në Shqipëri. Pa energjinë solare, ju mendoni me hidrocentralet që ne kemi është vështirë për të siguruar mjaftueshëm energji elektrike? Me hidrocentralet që kemi, kur ndërtua Komani, u tha që u plotësua nevoja e vendit për energji. Por konsumi publik ishte i ulët, sepse atëherë mungonin pajisjet elektronike në shtëpia dhe këta. Kështu që për atë periudhë ishte okay. Sot kërkesa për energji rritet. Sot jemi në tarif lirë që blihet dhe energjia e shitet në anën tjetër, kështu që ka mundësi komunikimi dhe ka mundësi që të mos, sepse hidrocentrali realisht do të mbysi një pjesë, liçeni do mbysi një pjesë tokave bujqësore, patjetër. Dhe tash këtë vjet kjo në balancë, ja vlen mbyten tokat bujqësore, apo sepse Shqipëria është një vend që ka 65% i kamale. Kështu që ja vlen të bëhet shumë e punë, apo ja vlen të hyjë në tregun e lirë dhe me shkëmbime. Nëse mund të themi trashëgiminë që ka lënë pas Ismail Ahmeti në sektorin energjetik shqiptar, sa e pasur është ajo dhe sa i vlen brezave të rinj? Shikoj. Ismail Ahmeti ishte një nga më të ndritura dhe një drejtues për të cilat ka nevojë sot shteti shqiptar. Një drejtues si Ismail Ahmeti do të ishte shumë i nevojshëm për shtetin shqiptar. Sistemi që erdhi e la, si thuar, pak a shumë në heshtje dhe ikja e tij ishte në heshtje. Domethënë ai meriton dhe një funeral shtetëror, meriton dhe ceremonie dhe homazhe, gjë që shteti jon nuk ja bëri. Edhe ka bërë shumë gabim. Megjithatë ai nderin ja bën në bashkëpunëtorët e tij, që ishte me qindra, që kanë punuar atë që e njohin mirë. Çfarë la pas Ismail Ahmeti? Ismail Ahmeti la pas veprën e tij që janë realisht hidrocentralet mbi lumin Drin, por edhe metodologjinë e tij të drejtimit dhe të administrimit të një ndërmarrje kaq të madhe dhe të ndërtimeve kaq të mëdha. Apo i vlerësojmë siç duhet ne personalitetet që ndërtuan infrastrukturën strategjike të vendit? Jo, unë mendoj që nuk po i vlerësoj. Po pse ndodh kjo? Kur ndërkohë ne shumë vepra i kemi faltyre dhe i marrim si të mirëqenaj që
Këtu i gjetëm, këtu ishin, pa menduar që duar dhe mendje të tëra kanë punuar për to. Që unë do flasë hapur, ashtu si e Pa mendojmë. diskutim. Sot jetojmë në një kohë kur një këngëtar mediokër është më i rëndësishëm se sa një kapacitet si Ismail Ahmeti. Ai nderohet më shumë, ai është më i pasur, ai është, nuk e di, ndërsa kokat tilla, për të cilat ka nevojë shteti shqiptar shumë, që po ikin një nga një, shteti nuk i përfil. Shteti merret me arkitekturë, me çudet huaj arkitekturë, duke harruar që plejada e inxhinierëve shumë e madhe. Nuk janë arkitektët vetë, janë konstruktorët, janë hidroteknikët, janë një gamë e madhe, domethënë inxhinierë, janë ata që e bëjnë këtë punë. Shteti sot merret me arkitekturët, me një studio të huaj që do bëjë një Gardaçel aty, që në fundit nuk i leverdit shumë njerëzimit dhe publikut. Ndërsa inxhinierët e vërtet ngelen të pavlerësuar. Nuk vlerësohen. Dhe nga ana tjetër kam edhe diçka që dua ta them, sepse shpeshherë them në biseda publike me tjerët, që ka një tendencë, një kozmopolitizëm të jashtëzakonshëm, që të vinë arkitektë të huaj për të bërë një arkitekt, kur ne kemi arkitektë mrekullueshëm. Ne kemi bërë piramidën, që është një nga kryeveprat dhe arkitekturës rajonale këtu, është nga më të mirat, Pallatin e Kongreseve. Po kemi bërë muzeun e Krujës, pra me arkitektë të vendës, me inxhinierë të vendës, ata e kanë ndërtu, ata e kanë projektu. Kështu që unë mendoj që vlerësimi për këta njerëz është minimal. Dhe për mua, vetë personalisht, do t'ishte në nderin e këtij vendi që hidrocentrale të vinë në emrin Ismail Ahmeti. Është menduar, është propozuar, e keni hedhur si ide, këtë që sa po thatë? Vetëm në për marrëdhënie me njëri tjetrin dhe në marrëdhënie pra në rreth shoqëror po thoni? Nuk është një mëkat që... Inxhinier, si e shikoni faktin që të rinjtë e sotëm, flasë ndoshta pas viteve 90, kryesisht, janë të pakt që zgjedhin të bëhen inxhinier pra inxhinier ujrash, inxhinier të naftës, të bëhen geodet, po themi, këto deg që duket sikur nuk kanë interes. Pse të gjithë janë turur tek juridiku, ekonomiku, apo deg të tjera të cilat ka një mbingopje? A thua se Shqipëria nuk ka toka që punohen, nuk ka nevojë të ndërtohen apo të riparohen, të mirëmbahen veprat e mëdha publike? Shqipëria ka nevoja dhe ka... Ekonomia shqiptare ka burime të ndryshme natyrore që duhen përpunuar në vend. Ju e shikoni, rafineria Ballçit për shembull u çua për skrap. Kur mund të nuk e fjalën për këtë sistem, po për të gjitha sistemet që erdhën pas 90-s. U shkatrua. Pse duhet shkatrua? Ajo me pak investime kthehej në një rafineri moderne, nuk u bë. Duke u prishur ajo, realisht, po bie vetëm si shembull, realisht u shkputën teknologët e naftës, sepse nuk kanë ku të punojnë. Dhe realisht bie interesi për të qenë një teknolog nafte. E njëjta gjë ndodh për hidroteknikët. Unë jam inxhinier hidroteknik vetë. Hidroteknikët mund të punojnë në ujësielca. Ne kemi burime të jashtëzakonshme ujore, nën toksore, po edhe mbi toksore, po themi. Shqipëria noton mbi ujë. Janë krijuar organizmat që e menaxhojnë këtë rezervën ujore shqiptare, po investimet në to janë shumë pakta. Nuk ka fushi investimi. Kjo do sjellë pa tjetër, domethënë uljen e numrit të studentëve, mbylljen e fakulteteve, sepse s'ka më interes. Inxhinierët e ndërtimit hë për hë kanë fusha pune, sepse ndërtohet në Shqipëri. Po të tjerë, për shembull, nafta ose nuk e di se çfarë tjetër, domethënë nuk kanë më interes, sepse s'ka. Kërkohet patjetër një rishikim i situatës edhe një plan investivesh real shqiptar që të përmirësojë ekonominë, jo të ndërtojë Gardaçela vetëm se
Nëse keni informacion, inxhinier, si jemi ne në raport me rajonin për në ndërtimin e veprave, po edhe në ruajtjen e veprave madhore? Jemi më mirë se po themi Malizi, Maqedonia e Veriut, Kosova? Ne kemi qenë avangard. Kemi qenë avangard dikur? Ne kemi qenë avangard. Maqedonia e Veriut është, nuk krahasohemi me ne kurrë. Po, sot, ne jemi shumë brapa. Është vështirë thuhet, domethënë, se si edhe se qysh. Ka mundësi Shqipëria është një vend i pasur nga ana natyrore. A ka mundësi Shqipëria që të eci shumë përpara? Ka shumë mundësi. Po duhet një drejtim i saktë i ekonomisë. Unë kam qenë gjeni për atë dhe ndoshta kam gabim, nuk e di, edhe mund ta kem gabim, që Shqipëria ka nevojë për teknokrat dhe jo për politikanë. Dhe politikanët po e prishin këtë vend. Teknokratët, paktën, do ta çojnë në drejtimin e duhur. Edhe në kohën e mëparshme, domethënë para qeverisë socialiste, unë kam punuar në institucione qendrore, kam qenë drejtori i përgjithshëm i rrugëve për një kohë, bëm një reformim total e punën standarde të jashtëzakonshme drejtoria e përgjithshme të rrugëve dhe përfundimisht ku ka përfunduar sot? Çdo gjë që është bërë, gjithë asistencat e huaja u hodhën kosh plerave dhe sot ajo është kthyer në një administrat që bën vetëm tenderat, asnjë gjë tjetër. Asnjë lloj aktiviteti do në mënyrën e duhur. E keqja jonë është që ne arrim deri në një nivel dhe ai që vjen të marrë stafetën mbrapa fillon nga zero ajo prapë. Nuk e vazhdon aty ku e kemi lënë. Në mënyrë të si institucione. Unë ju falenderoj, inxhinier, që ishit në studio edhe për gjithë kontributin që keni dhënë ndër vite në realizimin e veprave të rëndësishme kombëtare. Je shumë modest, po faleminderit shumë. Faleminderit shumë që ishit dhe juve këtu. Faleminderit shumë dhe dëshiroj që të vija në një emision tjetër ku trajtohet çështje të administratave që kemi drejtuar. Me kënaqësi, patjetër. Do ta kemi një panel dhe do jeni i ftuar. Faleminderit shumë që ishit. Ju falenderit. Faleminderit. Do të shkojmë në reklama dhe si gjithmonë në fund do të flasim për sportin.